Sri Lanka, Azia Jugore. Sri Lanka ofron një gamë të larmishme përvojash, nga plazhet e bukura deri tek rënojat e lashta, të gjitha me çmime të përballueshme. I quajtur ndryshe Perla e Oqeanit Indian, ai është një komb ishullor i larmishëm dhe magjepsës, i preferuar më së shumti nga dhjetori deri në mars në një pjesë të tij dhe nga prilli deri në shtator në pjesën tjetër, në varësi të klimës. Shumica e kombësive kërkojnë një autorizim elektronik udhëtimi përpara mbërritjes, ndërkohë që për qarkullimin e brendshëm janë të preferuar trenat tepër piktoresk dhe të njohur në të gjithë botën për itineraret e tyre midis pyjesh të harlisura dhe terrene kodrinore. Plazhet dhe jeta e egër janë veçori të rralla të Sri Lankës. Kambodja, Azia Juglindore. Ajo është një ndër perlat e Azisë Juglindore, e pasur me kulturë dhe histori dhe ofron vende të bukura. Tempujt mahnitës dhe mikpritja e ngrohtë e bëjnë atë një destinacion magjepsës. Edhe pse valuta zyrtare është riel kambodgjane, dollari amerikan pranohet gjërësisht, po ashtu dhe gjuha zyrtare khmer nuk është pengesë për komunikimin e pushuesve, pasi anglishtja flitet masivisht. Nga nëntori deri në prill, pushues të shumtë gjynden nga e gjithë bota për të eksploruar trashëgiminë kulturore, tempujt e rrallë të mbrojtur nga UNESCO, plazhet e bukura për të aventuruar me aktivitetet ujore në ishujt e pacënuar.